Kazanët dërkuc janë sot një nga simbolet më të njohura të kursimit, veçanërisht për fëmijët, por edhe për të rriturit. Forma e tyre karakteristike, ajo e një dërkuci të vogël e të rumbullakët, nuk është zgjedhur rastësisht. Ajo lidhet me një histori të gjatë kulturore, ekonomike dhe simbolike që shtrihet nëpër shekuj dhe qytetrime të ndryshme. Për shumë kohë dërkuci ka qenë simbol i fatit të mirë, bollëkut dhe sigurisë materiale. Ai përfaqësonte jo vetëm ushqimin, por edhe mbijetesën, rezervën dhe garancinë për të ardhmen. Në shoqëritë e hershme bujqësore, pasuria nuk matej vetëm me ar apo tokë, por edhe me kafshët që një familje zotronte. Dërkuci për shkak të rritjes së shpejtë dhe aftësisë për të ushqyer me mbetje, shihej si një investim i zgjuar dhe i sigurt. Dëshmitë historike tregojnë se kinezët i rrisnin dërkucët që rreth 7000 vjet para Krishtit. Ata ishin ndër kafshët e para të zbutura dhe kishin një rol qendror në jetën e përditshme. Dërkuci nuk siguronte vetëm mish, por edhe yndyrë, e cila përdorej për gatim, ndriçim dhe mbrojtje nga të ftohtit. Prania e një dërkuci në shtëpi ishte shenjë stabiliteti dhe mirëqenieje. Edhe në botën romake, dërkuci kishte një rëndësi të veçantë. Ushtrit romake të njohura për organizimin e tyre ushqeshen shpesh me produkte dërkuci, veçanërisht proshut dhe mish të kripur, sepse kishin një afat të gjatë ruajtjeje. Salçiçet dhe produktet e tjera të përgatitura nga dërkuci konsideroheshin të çmuara dhe të besueshme në kohë lufte. Kjo e forcoi edhe më shumë lidhjen mes dërkucit dhe idesë së sigurisë. Deri disa dekada më parë, sidomos në zonat rurale të Europës, dërkuci ishte një element thelbësor i ekonomisë familjare. Një familje fshatare që kishte një ose disa dërkuc, kishte një rezervë të garantuar ushqimore për dimrin. Mishi dhe dhjami ndihmonin për të luftuar të ftohtin dhe lodhjen fizike. Nuk është rastësi që deri në fillim të viteve 1900, dhjami dhe yndyra vlerësoheshin më shumë se vetë mishi i tij. Por roli nuk ndahej vetëm tek ushqimi, ai shërbente edhe si një lloj banke e gjallë. Në rast nevoje të papritur financiare, familja mund ta shiste ose produktet e tij për të siguruar para. Në këtë mënyrë, dërkuci u shndrua në një simbol konkret të kursimit dhe largpamësisë. Ushqej pak nga pak dhe në momentin e dur kthehej në një burim të vlefshëm. Pikërisht nga ky zakon lindi dhe ideja e kazanëve dërkuc. Midis shekujve të 18-19 filluan të shfaqeshin enë prej balte dhe qeramike në formën e një dërkuci të vogël të përdorura për të mbledhur monedha. Forma nuk ishte thjesht dekorative, ajo përfaqësonte metaforën e kursimit gradual dhe të durueshëm. Ashtu si dërkuci ushqej ngadalë derisa të arrinte vlerën e tij maksimale, edhe kazani mbushej pak nga pak me para. Këta kazan dërkuc shpesh nuk kishin hapje për të nxjerrë monedhat. Për t'i marrë parat, duhet t'i thyeje, duke sakrifikuar kështu dërkucin. Ky veprim kishte një domethënie simbolike. Kursimet përdoreshin vetëm për diçka të rëndësishme, si përmbushja e një dëshire të madhe, organizimi një feste apo përballimi një emergjence. Me kalimin e kohës, kazani dërkuc u përhap në mbar botën dhe u bë një mjet edukativ për fëmijët, duke i mësuar ata vlerën e parave, durimin dhe rëndësinë e kursimit. Edhe sot, pavarësisht formave moderne të bankave dhe pagesave digjitale, figura e dërkucit mbetet e pandryshuar. Kështu, forma e kazanëve dërkuc nuk është thjesht një zgjedhje estetike. Ajo është rezultati një historie të gjatë kulturore dhe ekonomike, ku dërkuci simbolizon sigurinë, bollëkun dhe mençurinë financiare. Një figurë e vogël, por me një kuptim të madh që vazhdon të na kujtojë rëndësinë e kursimit edhe në ditët e sotme.